Zokur me mes. S'ka të ashtë që shtu? Po kune këtë me kalëzu. Ba me në gjithë. Me ka që në gjohë dhe drajë. Miq të dashur, ashtu si kurse ju thash pak më përpara, ne do të kemi mundësi të njihemi me të gjitha ata pjesëmarrës. Ne sot këtu pranë kemi një nga shkrimtarët që për të gjithë ne është i njohur, Luan Rama. Përshëndetje Luan Rama, kënaqësi që ju kemi. Kënaqësia është Ju udhëtuat nga Parisi, Boston. Pre vitesh banoni atje kam mësuar. Po, pre vite. U bën 34 vjet. 34 vjet. Jetoj atje, po nuk jetoj vetëm atje, po edhe me Shqipërinë. Edhe me Shqipërinë. Jam me dy vende, kupton, për cilat unë shkruaj vazhdimisht, qoftë për Francën, qoftë për Shqipërinë. Do të duke që shkuar shpesh, do të thënë je në brendësi, je aty afër. Sigurisht, jetoj me Shqipërinë edhe me Francën njëkohësisht. Përshëndetje Alket Veliu. Kënaqësi që ju kemi këtu, unë mësova që keni një bashkëpunim së bashku, dhe për më tepër unë dua të njihem pak me atë strukturën tuaj që i përket Çamërisë. Po, u bën disa vite që kemi themeluar Fondacionin Çamëria Santasini. Fondacionin Çamëria Santasini dhe me një aktivitet goxha të ngjeshur lidhur me promovimin e historisë, të kulturës së Çamërisë, të herojëve të Çamërisë. Në fakt, për shumë vite me radhë ka qenë një boshllëk në informacionin që publiku shqiptar kishte. Dhe puna jonë konsiston kryesisht në botime librash historik, artistik, kemi bërë disa dokumentar, drama kemi bërë në skenë, njëkohësisht dhe thash që bëjmë dhe shumë aktivitete që kujtojmë ngjarje historike. Pra, çdo gjë që lidhet me Çamërinë ky është fokusi i fondacionit Çamëria Santasini. Është folur shumë dhe unë kam dëgjuar shumë për sa i përket Çamërisë. Cilat janë ato konkretisht dhe realisht që ne të gjithë duhet të mësojmë, sepse flitet që të ndrojmë kufit. Na janë marrë tokat, na janë marrë shtëpitë, na janë marrë gjithçka dhe ne duhet të vëmë kufit atje ku na përkasin. Faktikisht, cilat janë ato që çamët kërkojnë sot? Para, idem të pyetja që nisët çfarë duhet të dimë. Duhet të dimë historinë e Çamërisë, çfarë ka ndodhur në Çamëri, sepse është një pjesë e historisë të kombit shqiptar. Dhe ajo që ka ndodhur në Çamëri është menjëherë pas aneksimit që Greqia i bëri Çamërisë, ka patur një dhunë sistematike në Çamëri për të detyruar shqiptarët e Çamërisë për të lënë shtëpitë e tyre. Kjo pati këmbanën e parë të alarmit që ka ndodhur në 1913 në mars të 1913 me masakrën e Selanit që u vran 72 krerë të Çamërisë dhe nga ky moment deri në 44-45 kur u finalizua ajo politike e kahershme greke për t'i dëbuar shqiptarët nga shtëpitë e tyre, gjithë kjo periudhë ndërmjetëse ka qenë një periudhë e cila tregonte vetëm për një dhunë sistematike të shtetit grek ndaj shqiptarëve. Pra, pikë së pari duhet njohim historinë. Dhe kjo jo vetëm nëpërmjet librave, por ajo që është e rëndësishme është që këtë histori ne t'u mësojmë fëmijëve. Është e rëndësishme që kjo histori të flitet dhe të shkruhet në tekstet shkollore. Pasi dhe sot e kësaj dite shikojmë që ka një boshllëk në informacionin që marrin fëmijët në tekstet e historisë. Madje, ajo që ka ndodhur edhe 6 vite më parë është që është hequr dhe emri Çamëri nga tekstet shkollore. Ndaj e quaj shumë të rëndësishme që duhet pikë së pari të nisi nga njohja, çka ndodhur në Çamëri. Kurse lidhur me pyetjen e dytë që për kufit, në fakt që në 45-ën kur shqiptarët e Çamërisë erdhën në Shqipëri, kryean Komitetin Antifashist Çam. Dhe kërkesat u artikuluan shumë të qarta që nga ai komitet.
cilat kishin të bënin me kthimin në shtëpit tona, dënimin e kriminalëve, të gjithë atyre që kryen ato masakra në Çamëri, pasi ishin të qartë, ishin emra mbi emra, njiheshin nga shqiptarët e Çamërisë kush ishin. Shteti grek të kërkonte ndjes publike për atë krim të kryer dhe asnjëherë nuk është folur për ndryshim për tjetërsim kufish. Ka qenë edhe në vitet që kanë pasuar, sidomos pas demokracisë, propaganda greke, e cila edhe në Greqi, por që ka patur ndikimin e vet edhe në Shqipëri, e cila ka pretenduar që kërkesat e shqiptarëve të Çamërisë kanë qenë për ndryshim kufish, pra të merrnin territoret. Në fakt, kur nuk është as në 45-ën kur erdhën në shqiptarët e Çamërisë tu, por edhe kur u krijua shoqata Çamëria në 1991, është në programin e saj, në statutin e saj, janë të shumë të qarta, të thëna dhe të shkruara, por dhe të mbrojtura për shumë vite deri në ditët e sotshme, që kërkesat janë pa ndryshueshme, pra janë ato që unë përmenda. Nuk flitet kur për ndryshim kufish. Në fakt, trashëgimia, kultura, historia çame është një pjesë e historisë së Shqipërisë. Po kështu siç është edhe historia e Kosovës. Kështu që nëse Kosova vërtet e rikrijoi, e rimori identitetin e vet, krijoi shtetin e vet, historia e Çamërisë nuk dëgjohet, u shua nga kjo indiferencë e madhe, kupton, qoftë edhe e liderëve tanë politik. Po kështu edhe e politikës greke, qeverisë greke, e cila gjithmonë ka dashur që të mos flitet më lidhur me çështjen çame. Çështja çame është problemi që neve duhet mbrëm identitetin e popullsisë shqiptare në Çamëri, historinë, sepse është një histori shumë e vjetër, kupton? Unë po kam studiuar autor grek, autor francez, autor të tjerë, kupton, dhe italian, që flasin shumë për historinë çame në shekujt kaluar. Kështu që kjo histori duhet të rivi përsëri, duhet mësohet nga gjeneratat e reja, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Greqi. Grekët e rinj nuk dinë çka ka ndodhur me Çamërinë, nuk e dinë masakrat që ka ndodhur në Çamëri, nuk e dinë këtë lloj programi që ka ndodhur në Çamëri. Kështu që po kjo nuk bëhet vetëm politikisht, bëhet edhe nëpërmjet kulturës, nëpërmjet veprave të artit, nëpërmjet këtij lloj komunikimit, mas mediave. Kështu që edhe puna jonë është në këtë kuadër, të njihet historia çame, edhe po kështu, si thuaç, të kërkohet ky lloj pardoni publik që duhet bëj Greqia, ashtu siç e kanë bërë shumë vende të tjera demokrate, vendet e Evropës së lirë, të bashkuar. Domethënë që kur kanë qenë perandori, mbretëri koloniale e tjerë, ka ardhur koha që kanë kërkuar pardonet e tyre lidhur me ish kolonit. Këtë gjë duhet bëj edhe Greqia, të kërkojë një pardon së pari. Dhe pastaj që lëvizja e çamëve të jetë e lirë, e hapur. Kufit do të jenë kufi simbolik. Pse themi ne, si thuaç, ka një shprehje franceze, désenclavement des frontières, domethënë hapja e kufive. Ne jemi për këtë. Nuk ka nevojë ata çamët që do të shkojnë atje, do të ndihen veten shqiptar, se janë shqiptar. Kjo është e gjitha, kupton. Kështu që edhe puna jonë në fushën e artit, e filmave, edhe aktivitetet e tjera të këngës, rilevimi i trashëgimisë i këngëve, i folklorit e tjerë, do bëj ato që këtë çështje ta ngrejë në një nivel tjetër, e cila t'i bëj presion politikës dhe që të bëhet një zgjidhje politike. Si krijuat idenë që sot ju të vini me një dokumentar të shkurtër 30 minuta, mos gaboj apo? Po, është një kinopoem 30 minuta, është, po. Në fakt, unë kisha shkruar, u bëj një konferencë për antifashizmin çam në Tiranë, në kohën e luftës, sepse çamët kanë luftuar kundër fashizmit. Domethënë nuk është ajo që është propaganduar nga Greqia që çamët kanë marrë pjesë me italianët duke luftuar grekët, jo. Dhe e dyta, domethënë, është që kjo gjë duhet të denoncohet.
Dhe një nga konferencat e rëndësishme që është bërë ishte kjo, kontributi i çamëve në luftën kundër fashizmit dhe jo vetëm aq, por sepse edhe ka pas operacione gjatë kohës luftës ku shqiptarët dhe grekët kanë qenë bashkë për të luftuar fashizmin. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe siç e thash edhe pak më parë, ne miqësinë duhet të ndërtojmë një miqësi të re me grekët. Sigurisht, ekziston një miqësi, por ne duhet ta ngrejmë këtë edhe më lart, që të kemi një të ardhme më të sigurt, më të bukur, që mos ketë plagët të shuhen. Dhe kjo gjë duhet të bëhet sigurisht me punën që do të bëjnë artistët dhe që do të tregojnë vërtet që ne jemi për një miqësi të re, duke u mbështetur në tradicionin e kontributit madh të arbanitasve gjatë revolucionit grek në 1821-23 dhe po kështu edhe në kontributin e çamëve gjatë luftës. Ne kemi edhe një emigracion shumë të madh në Greqi, kështu që të tre këto pjesë bëjnë që ne të lidhemi akoma më shumë me Greqinë, të kemi marrëdhënie shumë miqësore dhe bashkëpunimi, se kjo është shumë e rëndësishme, jemi dy popull fqinj të lashtë. Dhe që kjo lidhje të shërbejë një të ardhme më të mirë. Kështu që neve ishim atje, lindi, unë kisha shkruar një poem të gjatë, ja tregova Alketit, dhe Alketi tha, më po është shumë interesant, ta bëjmë film. Edhe kështu. Sa kohë ka që është realizuar ky dokumentar? Premiera dokumentarit ka qenë dhjetor të vitit kaluar. Domethënë është e freskët. Në kuadrin e të dhjetorit të genocidit grek në Shqiptarët, Çamërisë ne patëm shumë si fondacion, shumë aktivitete dhe prodhuam dhe një dokumentar tjetër që edhe ai është interesant dhe e kemi mbyllur aktivitetet e të dhjetorit pikërisht me ode për temën që nuk ka harruar. Se në fakt vetë kjo poem ka mesazhe shumë të forta. Përtej pasqyrimit të asaj tragjedie që ka ndodhur në Çamëri, ka dhe mesazhe shprese, që janë shumë të forta, ka mesazhin e faljes. Por, siç e thash pak më parë, ne jemi gati edhe për të falur ato që ka ndodhur, por shteti grek në radhë parë duhet të marrë përgjegjësi që i takojnë, duhet të pranojë atë që ka ndodhur dhe se po e përmendim përsëri, ka nevojë për një ndjesë publike. Ktu është hapi i parë. Pastaj të tjerat do të vinë. Edhe që këtë histori nuk duhet ta fsheh, sepse është fshehur gjatë gjithë kësaj periudhe 80 vjet. Kjo histori është okultuar, është fshehur. Kjo duhet të bëhet publike, kupton? Është shumë e rëndësishme kjo. Dhe arti ka rolin e vet, e kupton, në këtë gjë. Kur morët vesh për festivalin dhe ju do të ishit pjesë në këtë festival për më tepër në Boston dhe në këtë kishë, si e patë? Është gjë e zakonshme, për shembull, ajo që po bën Bujari dhe ekipi juaj, e kupton, këtu në lidhur me këtë festival është një gjë e zakonshme. Unë e shoh shumë të vështirë të organizosh një festival filmi. Por ju ja keni arritur, edhe e urova Bujarin, vërtet për punën e tij që argjon kohë, argjon mund, të organizosh, të sjellësh kineast nga vende ndryshme të botës, e kupton, dhe ta organizosh në Amerikë, është një gjë shumë e madhe. Këtë gjë nuk e kanë bërë, nuk e ka bërë diaspora në vende të tjera të botës. Dhe është, si thua, rilevon këtë art të shtatë, se kinema është arti i shtatë quhet. Dhe që është një art kontemporan, një art mjaft masiv, dhe nga i cili brezat mësojnë shumë. Duhet njohur kinografia shqiptare. Dhe vitet e fundit janë bërë filma të mrekullueshëm. Vetë Bujari është një nga regjisorët më të mirë që kemi sot. Zoti Rama, si është ndjesia juaj që të sillni një film kur ju keni kontribuar si skenarist, për më tepër për
emigrantët, për gjithë këta shqiptarë që janë të hershëm banon. Dhe, për më tepër, në këto sallat e kishës. Sallat e kishës janë të jashtëzakonshme këtu. Të vish në kishën e Fanolit është një mrekulli, është një ndjesi e veçantë, është një ndjesi respekti, një ndjesi vlerësimi. Ky njeri i cili bëri që të krijoj kishën autokefale, e ta mbaj këtë gjë, të japi meshën në gjuhën shqipe, është një gjë e rrallë që bëjnë vetëm njerëzit me një kulturë të jashtëzakonshme. Dhe Fanoli e tregoi me veprën e tij, jo vetëm patriotike, po edhe në fushën e kulturës, që ishte një njeri shumë i madh. Për ju si ishte? Dhe për më tepër që ju s'kishit qenë ndonjëherë këtu në Amerikë, apo jo? Në Amerikë kam qenë. Keni qenë? Keni qenë këtu, po në Boston? Jo, Boston nuk kam qenë. Në Boston nuk ke qenë, po kur do me thënë ajo që juve dhatë, pse mos e bëjmë tani ky film dokumentar vjen në një festival, si e pritët, si e patë? Pa dyshim është një ngjarje shumë e rëndësishme. Ajo që po ndodh këtu dhe është viti dytë të sillësh filma shqiptar, artin shqiptar, është një gjë mrekullueshme. Dhe simbolika që pikërisht në vendin ku bëhet këtu në kishën e Nolit prap ka një vlerë të jashtëzakonshme. Për mua, përtej asaj që kemi të bëjmë një film shumë të arrirë, unë ndjem shumë mirë se në këtë festival po vjen një copës çamërie, e historisë së çamërisë. Dhe kjo i rrit vlerat dhe kënaqësinë time për pjesëmarrjen në këtë festival. Nuk kam fjalë, jam i mrekulluar me këtë prezencë të filmit, po dhe prezencën tonë në këtë festival. Kush ishte ndjesia juaj, kur ishte hapi parë i realizimit të këtij? Do me thënë, mbas asaj që ju patë një poem, patë një shkrim që kishte përmatur. Ka ndodhur në fakt, ka ndodhur gradualisht ajo impresioni parë, përshtypja e parë që ju krijua humor nga vepra, që ishte vërtet shumë tronditse. Dhe kur filloi ky si projekt, fillimisht ishte propozimi e aktorit, sa ishte shumë e rëndësishme dhe Luani ka një meritë të jashtëzakonshme për të na sjellë që kjo vepër, një aktor shumë të mirë, që kjo vepër të përçojë nëpërmjet zërit të Alfred Rebicës. Kjo është një lojë të mrekullueshme, të jashtëzakonshme. Dhe un kam dhe një përvojë personale lidhur me realizimin e këtij dokumentari. Kam marrë pjesë, kam qenë prezent kur ky dokumentar në xhirime, po. Në xhirime. Dhe unë kam përjetuar edhe gjatë xhirimit çdo detaj, jam shumë i përfshirë. Dhe patëm të bisedë pak më parë me Luanin, unë e shoh me shumë vëmendje gjithmonë dhe sa herë e shoh dhe shpeshherë dhe e dëgjoj, unë e përjetoj gjithmonë më shumë. E përjetoj gjithmonë më shumë këtë vepër. Ka një mjeshtri artistike të nivelit lartë. Dhe kjo vjet re në interpretimin e Alfred Rebickës, e ka një diksion të jashtëzakonshëm, ka një drithërim shakespeariane që mund ta quaj unë, sepse ndjen që aktori është një aktor tragjik dhe ka shumë nuanca në lojën e tij, në interpretimin e tij, në fytyrën e tij. Ai është i gëzuar kur flet për të ardhmen, për shpresën, është i trishtuar dhe i rënë kur flet për dhimbje, për plagën, për vrasjen. Është një aktor që atë tekstin e ka bërë të vetën, e kupton? Ai e rinxjerr tekstin në një interpretim të ri. Është shumë e rëndësishme tekstet, sidomos poemat. Që kam parasysh Lorenzo Oliverin për shembull, ose Aleksandër Mojsiu ishin aktorë të mëdhenj, kupton që dinin të interpretonin, të jetonin, të harronin vetveten dhe të ishin ata personazhi vet që vuante, që gëzohej. Kështu që ajo një. Dhe e dyta është edhe regjizori, Pandeli Çeço. Ishte një regjizor i jashtëzakonisht i talentuar. Mënyra se si lëviz kamerën, se si e ndjek, se si jep këto gur. Janë gur që flasin. Pse? Sepse kanë
kanë përjetuar histori, kanë përjetuar dramat, tragjedit, vdekjet. Kështu që e gjitha qielli, hyjet, ato ikjet e tij në përkodrina, është një vërtet një realizim dhe prandaj edhe ai shikuesi që shikon filmin mbetet, gozhdohet, e ndjek, e dëgjon. Ka një lidhje fuzionale, kupton, midis filmit dhe shikuesit dhe spektatorit. Sot bëm vizitë edhe në qendrën për moshën e tretë, si e pat aty dhe edhe për më tepër ju transmetuat edhe filmin aty, filmin dokumentar. Qa ndjesi pat edhe aty? Aty ishte edhe një çam që tregonte historinë e tij, 4 vjeç ishte larguar nga çamëria. Sot historinë tha. Nuk po shkoj dot atje. Kam ardhur 4 vjeç nga çamëria edhe nuk shkoj dot se më thonë që ke qenë bashkëpunëtor me nazistët, 4 vjeçari. Është absurde, është absurditeti i jashtëzakonshëm. Si do të ketë rrugëtimin tani dokumentari? Dokumentari do të shfaqet, do të shëtisë, do të transmetohet kudo po. Edhe unë jam i mendimit që do të jetë një film i suksesshëm në marrëdhënie me publikun, e kupton? Është me shumë interes. Si film është një film denoncues, është një film i shpresës, është një film informues, tregon çka ka ndodhur. Ka gjenerata të tëra që nuk e dinë çka ka ndodhur vërtet në çamëri. Duhet ta njohin këtë, siç e tha dhe Alketi, këtë histori. Për gjeneratat e reja, si mendoni? Se ju po bëni gurë, po bëjmë murë, thoshin që modë. Jam shumë optimist për gjeneratat e reja. Jam shumë optimist. Ka po ngrihet një brez i cili tregon interes për identitetin e vet dhe punon dhe lufton për ditë për identitetin e vet. Nuk janë më të intimiduar siç kanë qenë breza më parë ndaj fqinjve, po edhe ndaj tuajve në përgjithësi. Por janë një brez që kërkojnë të drejtat e tyre të respektohen. Është një brez që tregon shumë interes. Ka dhe një gjë tjetër që gjatë kohës totalitare, nga 45 deri në 90-ën, nuk flitej për çamërinë. Domethënë, jo vetëm që u okultua, domethënë, u la mënjan në heshtje nga pala greke, po edhe nga vetë liderët politik shqiptarë, e la në heshtje, nuk flitej për çamërinë. Ky ishte një gabim fatal dhe antikombëtar. Nuk mund të lihesh në heshtje çamëria. Çamëria ishte pjesë shumë e rëndësishme e historisë shqiptare, sidomos e shekullit 18, 19. Si mund të lësh? Është si puna, domethënë, është trupi Shqipëria dhe janë 2 krahat. Njëra është Kosova, tjetra është çamëria. Ti e ke prerë, ishte prerë këtë krah. Edhe Kosova njëkohësisht. Po Kosova e rifitoi këtë drejtë të identitetit. Çamëria nuk e ka fituar. Këtë duam ne. Është në kuadrin e të drejtës. Jo në kuadrin e kufive, e nacionalizmit, e integrizmit e tjerë. Absolutisht jo. Ne jemi qytetarë, jemi qytetarë të Evropës. Kështu që ai që është çam këtu, do jetë çam në çamëri, do jetë është kultura ajo që vlerësohet. Ku e ndjen veten njeriu që është shqiptar. Unë ju falenderoj që ishit pjesë. Ishte kënaqësi që ju udhëtuat edhe u bët pjesë në këtë festival dhe për më tepër për të bërë një audicion të këndshme me, domethënë, u shkrit me ata njerëz që erdhën e pan, edhe unë vura re që kishte edhe pyetjet atje që ju drejtuan rreth filmit, rreth historisë, rreth gjendjes që janë shtëpit atje, dhe për më tepër se si do të shkojë dhe rrugëtimi i gjithë historisë që ne tashmë e dimë. Kështu që falenderoj. Faleminderit. Edhe shpresojmë që ju të keni një pasqyrim akoma më të gjerë dhe të jeni më afër komunitetit shqiptar, sidomos këtu në Amerikë dhe në Kanada.
ne që jemi matan Atlantikut, por të shpresojmë atëherë që të jemi së bashku. Dhe për librat tuaja, sepse edhe librat tuaja vazhdojnë, do me thëmë pa pushim, jo vetëm për Çamërin, por... Po, atë poem, neve e kemi kthyer në libër, e kemi bërë libër, aty janë shtuar dëshmi të vërteta të çamëve që janë masakruar. Ku gjendet ky libër? E kemi këtu, me vete e kemi. Dhe në të dielën, në orën 12, do të bëhet një takim letrar me një auditor që do të jetë prezent në bibliotekën e Kishës dhe do të flasim pikërisht për këtë libër. Ode, që ka të njëjtin titull si filmi. Ode për tempuj që nuk u harruan. Edhe njëkohësisht, edhe për letërsinë, unë kam prodhuar shumë, kam botuar shumë libra historik, sidomos, po romane, libra poetik. Për shumë, unë isha në Itali dhe prezentova një roman të ri, edhe si thua që do të jetë një takim letrar që do të bëhet edhe do të flasim për letërsinë, për lidhjen e kinemas me filmit, me letërsinë, me poemën, me romanin e tjerë. Në përfundim, më jep pak info si po shkojnë me këta shkruesit e rinj, ose sa i përket edhe skenareve për filma, rrugtimin e gjithë kësaj si po shkon, do me thënë, është më e interesi i dikurshëm, ose gjithë këto prodhime që po dalin edhe për më tepër nga njerëz si ju që i kemi të pakët tani, ka interes? Sigurisht që ka. Ka. Filmi është artë masive, është një artë shumë direkt. Edhe kinografia sot luan një rol të madh, ti shiko për shumë kinografia amerikane, kinografitë e tjera e popujve të tjerë, kështu që në këtë kuadër edhe ne kemi kinast të shuar, për shumë Bujari vetë është një nga regjisorët më të mirë. Kam parasysh filmat e tij që janë shfaqur në disa festivale, po është edhe një brezh i ri, kupton që po. Mirë, gjithë problemi i kinografisë shqiptare, kinografisë së re, është që shteti duhet ndihmojë më shumë. Për shembull, vitet tëra u pezullua fondi i qendrës kinografike shqiptare, nuk ishte para, kinasës si do të bëjnë film. Që të bësh filmin duhet paguash xhirime, duhet paguash aktorët, duhet ndërtosh skena, është një buxhet i madh. Ti e shikon, domethënë ju jetoni në Amerikë, çfarë e madhe derdhet për filme, kështu që shqiptarët janë më modest në këtë drejtim. Por kemi shpresë që vërtet do të ketë një gjenerat tjetër kinasësh, të cilët do të bëjnë të njohur kinografisë shqiptare në botën e kulturës. Do të kemi ndonjë realizim tjetër, ndoshta jo si një poem, por ndoshta në një film për të parë gjëra sa më reale. Edhe për atë që njerëzit nuk dinë, se shumë nuk edhe dinë edhe historinë, por për të bërë disa gjëra, edhe të qarta, por dhe për të treguar realisht se çfarë ndodhin ato vite, edhe në vazhdimsi që nuk e dim se si do shkoj. Kjo është një punë e vazhdueshme që ne kemi dhe kemi 2 projekte në dorë aktualisht. Një përsëri e kemi me Luanin, shumë interesante, nuk do t'i zbuloj tani, por kemi edhe një projekt tjetër që lidhet me një figurë emblematike të kombit shqiptar, që vjen nga krajina e Çamarisë, siç është Hasan Tassini. Po punojmë që vitin tjetër të kemi dokumentar për Shterus, mund të them për figurën e kësaj figure kaq të madhe të shkencës të rilindjes shqiptare. Kjo është një punë që e kemi filluar, vazhdojmë dhe fillimi dihet fundi asnjëherë sepse është një proces dhe po punojmë dita ditës. Zoti Alkit, Zoti Luan, unë ju falenderoj e të shpresoj t'ju kemi përsëri këtu. Ndoshta me atë projektin, në një nga projektet që keni. Patjetër, edhe ne të falenderojmë shumë. Po, miq, do të vazhdojmë, kush do t'jem, do të zbulojmë pak. Do shohim dhe pakës nga ato që kemi zgjedhur në këtë natë.
Çdo natë ijet ngrihet nga rënojet, duke shkuar